Një incident I rënd ka ndodhur në Rozafa Fish City, ku I forti I Gjergj Lucës ka dhunuar klientët. Ngjarja është denoncuar nga 2 zonja që kanë rënë pre dhunës, ndërsa incidenti merr përmasa edhe më të mëdha, kur një patrull policie nuk është në gjendje të ndalë agresorin. Gjithçka ka ndodhur brenda Rozafa Fish City, ku sipas denoncimit një roje ka goditur me grushte 2 zonja dhe një zotëri që kishin zgjedhur që pas drekës në restorant të bënin një shëtitje në ambientet e jashtme. Jo vetëm kaq, por një përgjigje kërcënuese dhe arrogante. Të dhunuarit kanë marrë edhe nga menaxheri I Rozafa Fish City. Denoncimi është publikuar në Jeta Uqef Albania nga një zonjë që kishte shkuar me familjarë të afërm të saj në restorantin në pronësi të Gjergj Lucës. Sipas saj, ngjarja ka ndodhur pasi ajo dhe familjarët kishin përfunduar drekën dhe kishin dalë për të bërë një xhiro pranë lokalit. Ajo pretendon se grupi ishte paralajmëruar verbalisht të mos kalonte në një zonë pas restorantit, por kishte vijuar rrugën pasi sipas saj nuk ishte tabela apo sinjalistik ndaluese për klientët. Sipas dëshmisë së saj, pak minuta më vonë, një person ju afrua me vrap dhe ushtroi dhunë fizike dhe një prej shokëve të saj. Qytetarja thotë se personi fillimisht e kapi nga krau dhe më pas e goditi me shkelm dhe grusht. Ajo shton se edhe motra e saj është goditur ndërsa ishte përpjekur të ndërhynte për të ndarë konfliktin. Pas incidentit, grupi ka telefonuar policin, ndërsa personi që dyshohet se ushtroi dhunën është larguar nga vendi I ngjarjes. Sipas denoncueses, në zonë ndodhej edhe një grua me 2 fëmijë të mitur, të cilët mbetën të friksuar nga situata. Qytetarja pretendon se gjatë pritjes së policisë kanë kërkuar të takojnë menaxherin e restorantit për të mësuar identitetin e personit që I kishte goditur, por nuk kanë marrë informacion. Ajo thotë se më pas ka komunikuar në telefon me një person të identifikuar si Emiliano, I cili sipas saj I ka kërcënuar dhe u ka kërkuar të largohen nga ambientet e biznesit. Denoncuesja deklaron se bisedën telefonike e ka regjistruar. Ajo shton se policia ka mbërritur në vend ngjarje dhe ka kërkuar të paraqiten në komisariat, por grupi ka insistuar që të shoqëroheshin edhe personat që ata akuzojnë për dhunë dhe kërcënime. Sipas saj, më pas ata janë paraqitur vetë në komisariatin e Elbasanit, ku kanë bërë kallëzim. Qytetarja pretendon se policia ka dokumentuar dëmtimet në fytyrë të motrës dhe shokut të saj, dhe se çështja tashmë po ndiqet nga prokuroria.